shumë të madh për Linda Karçanajin, e cila ka punuar pranë meje për 2 dekada dhe më shumë, qysh se kemi qenë në Bashkinë e Tiranës, të cilën e njoh si një nga njerëzit më të përkushtuar ndaj funksionit dhe shërbimit publik në këtë vend, të cilën ju e njihni vetë personalisht edhe besoj ndani me mua opinionin që Linda ka qenë gjithnjë e para që vinte në punë dhe fundit që largohej nga puna. Jam i pikëlluar për gjithçka ajo po kalon, në radhë të parë për agresionin barbar të portaleve dhe të rrjeteve të dhunës verbale që e asociojnë me gjërat cilat nuk kanë asnjë lidhje me Lindën.